Kosova feston sot 18 vjetorin e pavarësisë së saj. Më 17 shkurt 2008, Kuvendi i Kosovës shpalli pavarësinë duke u bërë shteti më i ri në Evropë. Kjo datë historike për vendin u përkujtua me ceremoni solemne, homazhe dhe aktivitete shtetërore në Prishtinë dhe më gjërë, por edhe me protesta për ish-krerët e UÇK-s, që po gjykohen padrejtësisht në Hag. Manifestimet nisën me ngritjen e flamurit të Republikës së Kosovës, ku të pranishëm ishin kryeministri Albin Kurti dhe presidentja Vjosa Osmani dhe më vonë vijuan me mbledhjen solemne të qeverisë. I uroj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës për 18 vjetorin e pavarësisë së shtetit tonë sovran e të pavarur. Është një ditë ku të gjithë bëhemi bashkë në radhë të parë për të festuar këtë përvjetor të shtetit tonë të ri, i cili tashmë po hyn në moshë të pjekurisë dhe në të njëjtën kohë bëhemi bashkë për të përkujtuar të gjithë ata që sakrifikuan gjithçka në mënyrë që ne sot ta gëzojmë shtetin. Në mbledhjen e qeverisë, Albin Kurti tha se në këtë ditë feste dhe reflektimi nuk mund të mos kujtohen ish-krerët e UÇK-s që mbahen padrejtësisht në Hag. Nga lëvizja e lirë pa viza të hapet konkret drejt integrimit evropian, përfshir aplikimin në Bashkimin Evropian dhe në Këshillin e Evropës, e të cilat janë arritje që na bëjnë krenar të gjithëve. Në këtë ditë feste dhe reflektimi, nuk mund të mos kujtojmë se përfaqësuesit që morën pjesë në shpalljen e pavarësisë së Republikës sonë sot mbahen padrejtësisht në Hag. Gjatë paradites u zhvilluan nderime dhe homazhe te monumenti të pagjeturve në sheshin Ibrahim Rugova në Prishtinë, tek pllaka përkujtimore e fëmijëve të vrarë në oborrin e Kuvendit të Kosovës, si dhe te varri Adem Demaçit, ish presidentit Ibrahim Rugova, si dhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Në ceremonitë zyrtare mori pjesë dhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj. Është kënaqësi për mua që të jem prezent në këtë solemnitet të Kuvendit të Republikës Kosovës. Në emër të Republikës së Shqipërisë, ju uroj gëzuar ditën e pavarësisë.